Por çfarë ndodh tani? Dhe kam Albinot Malokun për këtë pyetje $1 milion. Albinot, përshëndes, faleminderit shumë që gjete kohë për që në këto ditë e hedhshme për Kosovën. Nuk na zgënjen kur Kosova, kur vjen punat e zgjedhjet, jeni gjithmonë gati për zgjedhje, nuk tuteni fare nga zgjedhjet Albinot. Më mësuat me 4 zgjedhje vjet, kështu që se keni për gjë të bëni edhe një palë zgjedhje tani në 2026. Si janë gjatë për te batutave, për te shakave, çfarë po ndodh? Ne kemi kuptuar demokracinë në tel. Po. Dhe demokracia nuk kupton që në qoftë se nuk I kënaqem në një proces, me ne shkon në një proces tjetër zgjedhor dhe jemi në rregull. Tani, fatkeqësisht për faktin që kemi një strukturë politike e cila fenomenin e kompromisit në demokraci që është thelbi edhe inkluzivitetit nuk arrin me kuptu dhe është në gjendje që prap me shku tek vota e qytetarit dhe tek shpenzimet edhe të gjitha problematikat përcjellëse, duke pas një fuqi të veçantë me një rezultat të arrirë si subjekti më I madh vend, lëvizja vetëvendosje, I shkoj procedurave në mënyrë të përshpejtuar, flasëm për momente të cilat kanë qenë jashtëzakonisht të mira për të shfrytzuar dhe për të mos ardhur tek kjo situatë, pavarësisht numrit që kishte për të bërë qeverinë, është të mendohet edhe për momentumin e zgjedhjes së presidentit vendit, të anëtarëve të gjykatës kushtetuese, të marrëveshjeve ndërkombëtare që nuk mjaftojnë gjatë të 6 vota. Dhe ka qenë e shëndetshme të kalkulohet dhe të mendohet që kemi një partneritet, një koalicion, klasën kryetërës para bërjes së qeverisë aktuale. Ose edhe pse është bërë qeveria, sikur kishte një partneritet dhe një koalicion ku do të mund të kishim edhe një antar tjetër, një subjekt tjetër opozitor aktualisht, edhe të ecë para drejt përmbylljes së sagës së zgjedhjeve në Republikën e Kosovës. Por kjo nuk u bë. Tentativat janë tani që të provohet të nxirret fajtori, përse kjo është vujtja më e madhe që mund ta përjetojë një subjekt politik të gjej fajtorë të tjerë dhe të krijojë maksimalisht narrativa bindëse për audiencë të cilat sot kanë përshtypjen që po fillojnë ka pak të demantohen dhe të shkërmoqen edhe këto narrativa jashtëzakonisht jo bindëse. Lëvizja vetëvendosje nuk arriti të gjej kompromis, nuk arriti të gjej pajtueshmëri me subjekte të tjera politike, flas ose me Partinë Demokratike të Kosovës ose me Partinë Demokratike të Kosovës dhe të kishim një kandidat pranueshëm ku do të kishte votat dhe do të ecej përpara. Kjo nuk u bë. Lëvizja vetëvendosje nuk e kishte këtë synim, pra nuk e kishte synimin që të qente një kandidat konsensual të kompromisit, të inkluzivitetit, por një kandidat që maksimalisht do të shkonte për shtati vice kryeministri dhe të kishte një kontroll totale të pushtetit më shumë se që ka aktualisht. Kjo në demokraci nuk mund të bëhet. Propozuan një kandidat, zotin Glauko Njufca, si kandidati lëvizjes vetëvendosje për president vendit, sipas asaj që e thatë edhe ju, në rendin kushtetues vendit në Republikën e Kosovës duhet të jenë 2 kandidat për të ecë përpara drejt zgjedhjes së shefit të shtetit. Asnjëri nga të tjerët nuk duan që të ofrojnë dhe me të drejtë nuk duan, duke ditur që vullneti dhe pasioni në lëvizjes vetëvendosje shkojnë tek raundi I 3, në qoftë se nuk mund ta bëjmë të parën dhe të dytin, për arsye se me raundin e 3, me prezencën e deputetëve në sallë, atëherë mund të zgjedhet edhe kandidati I lëvizjes vetëvendosje që I bie të duhen shterur të gjitha këto situata dhe do të provuar të manipulohet maksimalisht që të binden të tjerët dhe nuk e besoj që të ndodh. Pa një kompromis, atëherë shkojmë në një proces të ri zgjedhor, I cili proces është në fazën e demokracisë, pashtë se Kosova ose Kosovës nuk është dashur të shkohet në këtë proces zgjedhor. Albinot, padyshim tashmë jemi përballë këtij fakti. A mendon që mund të ketë ndonjë kompromis të orëve të fundit apo e shet pamundur? Tani, Partia Demokratike e Kosovës e ka konkluduar çështjen e këtij raporti. Edhe Lidhja Demokratike e Kosovës e ka dhënë një shpjegim të tyre, duke parë ose duke provuar që ose të duket se po jep një përkrahje të vullnet të mirës për të kandiduar pra presidentes aktuale të vendit dhe që të provohet të shkohet me te si në lloj pranueshmërie me cilën
zotni Kurti dhe lëvizjeve vendosje nuk ka një vullnet, pavarësisht se unë parë që ka një tentim për të manipuluar të vërtetën e vullnetit, duke thënë keni parasysh kandidati për president vendit të lëvizjeve vendosje Glauku Njusa thotë edhe unë do t'ja jep votën dhe 10 Mirçvilli që ai nuk ka drejt votën në Kuvendin e Republikës së Kosovës për arsye se është pjesë e qeverisë dhe duke qenë pjesë e qeverisë nuk është pjesë e legislativit, ai nuk ka të drejt vote. Pra, ishte një nonsens, një situatë jashtëzakonisht qesharake, jo bindës edhe në vazhdën e tentimit për të gjetur fajtorë të tjerë, maksimalisht duke thënë se për sidomos situatën e Vjosa Osmani Sadriun, ajo opozita do të mund ta kandidonte atë dhe edhe lëvizjeve të vendosje do të jepte votën. Gjithsesi, mund të jepte ndonjë votë, mirë, por përfundimisht kjo nuk është ambicia dhe Vjosa Osmani Sadriu më në fund e kuptoi të gjithë këtë raportin shfrytzues që ka pas lëvizjeve të vendosje me te, dhe ajo nuk don që të hyjë në një garë duke ditur se në raport me zotin Konjufca dhe me fuqinë e lëvizjeve të vendosje në Kuvendin e Republikës, ajo do të del, po themi, më pot e djegur nga ky proces. Tani, Vjosa Osmani Sadriun kam përshtypjen që në një formë ose tjetër edhe kryeministri Edi Rama e mori në qafë duke provuar të jap një përkrahje në një situatë ku Edi Rama në Republikën e Kosovës nuk është që gëzon të një reputacion e respekt, sidomos me vëmat të tij dhe veprimet e tij dhe të fundit që i patëm me çështjen e shkrimit të famshëm përbashkët si në koautorës me Aleksandar Vučićin dhe